Të dashur vëllezër, vazhdojmë edhe sot me popullin Thamud, pejgamberin Salih alayhi salam, me ajetet nga sura Al-Hijr. Në mësimin e kaluar filluam me këto ajete, dham disa sharime në lidhje me këto ajete, që sot vazhdojmë atje ku e kemi lënë. Në surën Al-Hijr, ajeti 80, 81, 82, 83 dhe 84 flet për ndodhin mes Salihut alayhi salam, si dërguar i Allahut dhul xhelal, dhe popullit të tij Thamudit, në lidhje me dhuntit që Allah i madhreshëm ja ka dhënë këtij popullit, refuzimin që ja ka bërë thirrjes së Salihut, shkatrimin e argumentit dhe pastaj ndëshkimit që i vjen nga Allahu dhul xhelal. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa laqad kadhaba ashabul hijri al-mursalin. Përgjigjëruan banorët e Hijrit, pejgamberët, wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Ne i dham atyre argumentet tona, mrekullin ton, e ata e kundërshtuan atë. Wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin. Ata i gëdhendnin shtëpiat e tyre në gur për të qenë të sigurt. Fa akhadhathum as-sayhatu musbihin. Në mëngjes i ka ploj ata një britmë zë i trishtueshëm. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. E atyre nuk u bëri dobi krejt ajo që kishin fitu. Këto ishin ajetet nga surja Al-Hijr. Na përmendëm se në këto ajete nuk përmendet populli Thamud, mirë po përmendet vendi ku ka jetuar populli Thamud, ajo është Al-Hijr. Në mësimin e kaluar arritëm tek pjesa ajeti 82, wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin, se ata shtëpiat e tyre i gëdhendnin në gur, duke menduar se në kësaj ata do të jenë aty të sigurt. Dhe përmendëm tefsirat e ulemave, çka nënkupton fjala siguri që është përmendur në këtë ajet kuranor, dhe përmendëm se dikush e ka komentuar si siguri nga dëshkimi i Allahut, dikush siguri që mos rënohet kjo shtëpi mbi kokat e tyre, dikush siguri nga vdekja, dikush do thot siguri dhe rahati, mirëqenie dhe luks në jetën e tyre, dikush e mbrojtur nga vjedhja e hajnave, e kështu me radhë, gjëra që na i përmendëm në mësimin e kaluar, që sot vazhdojmë. Do thot Allahu i madhreshëm tregon në shumë ajete kuranore bisedat mes pejgamberëve dhe popujve të tyre. Njëra prej argumenteve që kanë pejgamberët përballë popujve të tyre, përkujtimi i tyre me dhuntit e shumta që Allahu ja jep atyre popujve, po ja jep gjithë njerëzimit në përgjithësi. Edhe ne që jetojmë sot në shekullin e 15 të Hijretit, shekullin 21 sipas linjës së Isaut alayhi salam, edhe ne sot kemi lloj-lloj dhuntish dhe begatish me të cilat Allahu i madhreshëm vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dhe na kemi nevojë me ja përkujtuar njëri tjetrit të dhunti dhe begati, dhe me e nxit njëri tjetrin që të falënderojmë Allahun për të mira, që të mos i përbuzim të mira, që të mos i refuzojmë të mira, që të mos i keqpërdorim të mira, po të jemi me njohës dhe Allahut, ta falënderojmë atë vazhdimisht dhe t'i përdorim ashtu sikurse është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Andaj këtë bisedë që e bën te Salihu alayhis salam me popullin e tij e përmend Allahu dhul xhelal dhe surën Araf, edhe në surët tjera, në surën Ash-Shu'ara. Për shembull në surën Araf Allahu dhul xhelal thot: "Wadhkuru", kujtone, "idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad", kujtone momenti kur juve ju bëri më këmbës të tokës mas shkatrimit të Adit. Edhe për këtë meselë kemi folur në mësimet e kaluara.
wa bawwa'akum fil ardi, dhe ju dha pushtetin mbi tokë, tattakhidhuna min suhuliha qusura, që në luginat e vend banimeve tuaja ndërtonit pallate, wa tanhituna al-jibala buyuta, e shtëpiat i ndërtonit i gdhendenit në gur, fadhkuru ala Allah, kujtoni dhuntit e Allahut. Kujtoni dhuntit e Allahut. Kjo thirrje që Salihu a.s. ja ka thonë popullit të tij, do thotë e kemi pa edhe te Hudi a.s., edhe te Nuhi a.s., edhe vazhdimisht do e shohim të gjithë pejgamberët që ja kujton popullit të vet dhuntit e shumta që Allahu ja jep atyre. Edhe na sot, hoxhallarët, davetxhit, besimtarët, kemi nevojë me ja përkujtu njëri tjetrit të mirat e shumta që na jep Allahu subhanahu wa taala dhe na gëzon me to, që na të jemi mirënjohës ndaj tij subhanahu wa taala. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, e megjithse Allahu ka dhënë krejt të të mira, ju mos bëni fesad në tokë. Do të thotë ky ajet e jep një porosi shumë të qartë, njerëzit me dhuntit e Zotit ose e përhapin drejtësinë mbi tokë, ose e përhapin fesadin mbi tokë. Njerëzit që janë mirënjohës ndaj Zotit i shfrytëzojnë mirësitë e Zotit për ta përhapur drejtësinë tokë. Ata që i marrin të mirat e Zotit dhe ja atribuojnë vetvetes dhe nuk shprehin mirënjohje dhe falënderim ndaj Allahut për të mira që ka dhënë, ata i përdorin këto dhunti të Zotit për të bërë fesad në tokë. Sot, tash, në këtë kohë që jetojmë, na e shohim se si fatkeqësisht shumica e shteteve të fuqishme në botë nuk i shfrytëzojnë këto dhunti që ka dhënë Zoti për të përhapur drejtësinë tokë, përkundrazi e shfrytëzojnë forcën e tyre, zhvillimin teknologjik, industrial, shkencor, ekonomik, politik, ushtarak, i shfrytëzojnë këto dhunti të Zotit për të i bërë keq popujve të dopt, popujve të shtypur, popujve të përqarë. Edhe andej bota sot vlon, gjithandej lufta, trazira, vrasja, masakra, pse? Për shkak se këto dhunti të Zotit nuk shfrytëzohen për të përhapur drejtësinë e Zotit mbi tokë, po shfrytëzohen për të përhapur fesad. Andaj Allahu i Madhërisëm masi ja përmendi, do thot këta dhunti që ka dhënë Allahu Dhul Jalal, sa wala ta'thaw fil ardi mufsidin, e ju mos u përhapni mbi tokë duke bërë fesad. Mos i keq përdorni të mirat e Zotit. Andaj e ki Kinën më një anë, e ki Rusinë më një anë, e ki Evropën më një anë, e ki Amerikën më një anë, forca të mëdha ushtarake, ekonomike, politike, mirë po, momenti që ato kanë fuqi më të mëdhaja se shtetet tjera, ato e keq përdorin fuqinë e tyre për t'ju imponu agenda politike të ndryshme shteteve të dopta. Edhe kur kishte kryetar shteteve të dopta që qëllimin e vetëm njët e kanë me mbajt pushtetin, atëherë ata janë të gatshëm me pranu të gjitha kushtëzimet, vetëm ai me mbet ma gjatë në pushtet. E normalisht, ai as nuk e zhvillon veten, e as pushtetin e tij, e as shtetin që e qeveris. Mirë po, për këtë arsye, kur njerëzit e humbin shpresën në ndryshimin e gjendjes, u themi atyre se pa marrë parasysh a do del dikush i cili do i bën ballë, do të reziston zullumin e zullumçarëve, ne jemi të bindur me shumë argumente fetare se Allahu i Madhërisëm nuk e haron zullumin e zullumçarit dhe nuk e shpërfill ndëshkimin e tij. Ka mundësi me vonu për arsyet që i din ai, ama se çdo zullumçarit ka mi ardh fundi, edhe kjo është e vërtet kuranore e pa diskutueshme. Dhe për këtë shkak, kur të humbin shpresën njerëzit se a thu vallë, kjo errësirë ka me përfundu, ky zullum ka me u ndërprer, i themi na po, gjithsesi.
Pa marrë parasysh a ka njerëz që i dalin karshia apo s'ka, Allah i madhëshëm ka me ndalë zullumin e zullumqarve për shkak të ligjeve të veta që i ka në gjithësi, e sidomos mbi rrezullin toksor, se nuk ka mundësi me vazhdu padrejtësia pafundësisht. Por asaj padrejtësisë i jepet një afat, edhe nëse s'ka kush e kundërshton, e s'mbraps, edhe e mposht padrejtësinë, atëherë ndërhyn Allahu Dhu Xhelal dhe i implementon ligjet e veta mbi zullumqarët, ata e shijojnë dënimin e vet dhe shkatrohen dhe fitojnë të shtypurit dhe e marrin hakun e tyre atyre të cilëve u ka bërë padrejtësi. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala flet për Salihun alayhis salam dhe popullin e tij, tutrakuna fima hahuna aminin, a mendoni se do të braktiseni këtu ku jenin, këto vendbanimet e juaja të sigurt, fi jannatin wa uyun, të jetoni në kopshte dhe lumej, wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, të jetoni në, do thot, të mbjellura edhe në pemë, palma, hurma, ku mendoni se frutet e tyre kanë me ju gëzu vazhdimisht juve, wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin, dhe gëdhendni shtëpiat e juaja në gur për t'regu një jetë luksoze që ju e keni. Ash-Shu'ara ajeti 146 dhe 149. Pra edhe këto ajete të dyjat flasin për këtë bisedë që e bënte Salihu a.s. me popullin e vet, të cilët Allahu i madhreshëm u kishte dhënë atyre zhvillim, dhe ata kishin edhe fuqi për të gdhend gurt e për të bërë shtëpia të fuqishme prej gurit, normalisht duke menduar se ajo shtëpi e fuqishme e tyre ka me mbrojt nga çdo e keqe. Përfshi damin që mund t'ja bëjnë njerëzit, po për shkak të mosbesimit të tyre dhe kundërshtimit të besimit në Zotin një, ata kanë menduar se mund t'i shpëtojnë edhe dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe në këtë situatë kur Allahu Dhu Xhelal i përmend këto dhunti që va ka dhënë atyre. Shifni, kjo është një element shumë i rëndësishëm vëllazë, se do edhe këto forcat sot që ekzistojnë, nuk ekzistojnë ato pa lejen e Zotit. Nuk i kanë këto fuqi ato pa lejen e Zotit. Allahu i madhreshëm gjithë u jep dhunti, që nëpërmes dhuntive ata ta njohin dhuntidhansin, Allahun Dhu Xhelal. Edhe andaj nëse ata nuk arrin të kuptojnë se këto të mira që i kanë janë prej Allahut, e ta falenderojnë atë, atëherë Allahu i madhreshëm ka më ndeshku për shkak të, do thot, mos falëndrimit e tyre. Ju e dini shumë mirë ajetin kuranor ku Allahu Dhu Xhelal thot: "Wa la in shakartum la azidannakum." Nëse ju e falënderoni Allahun për të mirat që va jep, ai sigurisht se ka me ja shtu ju ato të mirat. Andaj ulemat kanë thonë, çdo të mira që na jep Allahu Dhu Xhelal, nëse e falënderojmë Allahun, me këtë falëndrim na shtohen ato të mira. Edhe kjo është mënyra më e lehtë edhe më e shpejtë për të shtuar të mirat e Zotit, duke e falëndruar Allahun për të gjitha të mirat, më të voglat deri te më të mëdha. Pse? Se të krejt çka kemi prej të mirave janë prej Allahut. Thot Allahu Dhu Xhelal: "Fama bikum min ni'matin fa min Allah." Krejt dhunti që i keni, që i gëzoni, ato janë prej Allahut. Andaj me falëndrim na shtohen. E tani nëse duam që na ndeshkon Allahu Dhu Xhelal, megjithëse na ka dhënë të mira, atëherë i përbuzim ato, nuk falënderojmë Allahun për to, i mohojmë se janë nga Zoti ato, atëherë Allahu Dhu Xhelal na i merr ato dhe na i shkatron. "Wala in kafartum inna adhabi lashadid." E nëse ju i përbuzni ato, i mohoni ato, dijeni se dënimi jem është i dhëmshëm, thot Allahu subhanahu wa taala. Andaj, njëra prej arsyeve pse Allahu e ndeshkon një popull është rebelimi atij popullit karshi Allahut me mos falëndrim ndaj tij për dhunti që ja ka dhënë. Dhe për këtë arsye, Allah, pejgambert e Zotit, vazhdimisht popujve të vet
u përmendin dhuntit e Allahut. Dhe nëpërmes kësaj kërkojnë nga popujt e tyre të jenë mirënjohës ndaj Zotit. Ta kuptojnë madhninë e Tij, ta kuptojnë kujdesin e madh që ka Ai subhanahu wa taala ndaj njerëzve, mëshirën e madhe që ka ndaj njerëzimit, begatit e vazhdueshme që jep njerëzimit, krejt kjo që njerëzit ndalen edhe të kuptojnë se ata vetë me kapacitetet që i kanë psikofizike nuk mujnë me bo asgjë për këtyre të mirave që va ka dhënë Allahu dhul xhelal. Kjo është më një anë. Në anën tjetër, nëse njerëzit nuk e pranojnë këtë fakt, nuk bëhen falendërues, nuk kanë mirënjohje ndaj Zotit, atëherë le ta kuptojnë se këta njerëz shumë shpejt ka mu ardhë dëshkimi i Allahu subhanahu wa taala. Andaj ajeti pas këtij, ajeti 73, fa akhadhathum as-sayhatu musbihin. Andaj këtë popull, i cili megjithse Allahu i dha shumë të mira, ata i refuzuan këto të mira se janë nga Zoti, i përbuzën ato, atëherë i merr Allahu me ndëshkimin e Tij prej britmës zërit të drejtueshëm në mëngjesin e afërt. Fa akhadhathum as-sayhatu musbihin, në mëngjes i kapi ata dënimi i Allahut me britmë. Andaj e shkatroi Allahu dhul xhelal këtë popull në mëngjesin e hershëm, atëherë kur zakonisht njerëzit janë, domethënë se kanë ndejt gjithë natën duke u dëfry, atëherë i zë gjumi prej lodhjes që kanë, apo nëse kanë ra më herët me flet, janë pjesën më të mirë gjumit. Edhe në mëngjesin e hershëm, domethënë vjen dënimi më i dhëmshëm, se i kap befasi, i kap të papërgatitur për të mbrojt, edhe pse normalisht edhe sikur të jenë të zgjuar, ata nuk kanë mundësi më mbrojt nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Pastaj tha, fema aghna anhum ma kanu yaksibun, e atyre nuk u bëri dobi përballë këtij dënimi i Zotit asgjë për asaj që ata, do thot, me vite, dekada kishin fitu. Se njerëzit do të pavëmendshëm karshillëntive të Zotit, ata mendojnë se këtë forcë që e kanë, këtë pozicion që e kanë, këtë avantazh që e kanë, ka mundësi me ndihmue në të gjitha situatat edhe përballë vendimeve të Zotit. Edhe kjo është puna e istidrajit, për shkallëzimit, që Allahu dhul xhelal i përshkallëzon zullumçarët, do të megjithëse ata kanë kufur, kanë mosbesim, kanë përbuzje të mirave të Zotit, Allahu vazhdon atyre me ju dhon afate, edhe me ju dhon të mira, që ata më u azdis, që themi na në gjuhën tonë popullore, që atyre më u rrit mendja dhe ma tepër, edhe me u mashtru me pushtetin që kanë, pasurinë që kanë, dhe me mendu se janë të pamposhtur. E pastaj kur të vjen momenti i ndëshkimit, t'i kap ata në befasi, edhe të shijojnë dhimbjen e ndëshkimit në formën më të dhëmshme të mundshme. Për shembull, një njeri i dopt nuk shtyhet me një të fortë. Pse? Se ka frikën se ajo është i fortë, kjo është i dopt, edhe çdo ballafaqim ja thën hund, edhe andaj nuk e provokon situatën. Ama një njeri i fuqishëm, më thonë bilder, 1 metër e 80 cm, 1 metër 90 cm i gjatë, 150 kg i rond, gjithë muskuj, ai këtë i provokon. Mirë po, pse ki pesh edhe pse ki dukje të madhe, kjo s'do më thonë që ki edhe fuqi. Edhe ti e provokon njonin, edhe del tjetri, i që nuk është në përmasat e tuja fizike, ama ka shkafsi luftarake që ti thënë hund. Edhe dhimi që e shijon ti, që e provokova doptin edhe e hangre që te kun për ti, është shumë më e madhe dhe më e rëndë se sa për shembull ai i vobekti ose i dopti që han një shuplak për të fortit, se ai e pret, se është i dopt, bile edhe nuk e provokon situatën, po e pret edhe zullumin nga i fuqishmi. Ama ti i fuqishëm, ti i fort,
edhe provokon situatën edhe nuk pret që dikush ka mundësi me ta kthy, kur ta kthen, dhimbja nga kthimi është shumë më e madhe. Edhe andaj Allahu Dhul Xhelal këtyre popujve jo besimtar, popujve kundërshtar, u jep hapësirë që ata të rrisin mendjen e tyre, të shtojnë arrogancën e tyre, dhe të arrijnë në konkluz, në përfundime, se askush nuk ka mundësi neve me na mposhtë. E në këto situata vjen vendimi i Allahut dhe ndëshkimi i tij për ta shiju poshtërimin e dënimit në formën më të mirë të mundshme. Pse? Se të gjithë ata që kanë mendje madhësi dhe tentojnë të rivalizojnë madhlinë e tij në këtë fakt, në mendje madhësi, kryelarësi, të gjithë ata Allahu ka me i shkatru. Andaj tha Allahu i madhëshëm në hadithin kusi çka tha? El adhamatu ridai wal kibriau izari. Tha madhështia është petku im, kryelarësia është petku im. Kush tenton të ma vjedh, ma grabit një prej këtyre karakteristikave të mia, e shkatroj atë pa ku një farë mëshire ndaj tij. Ande kush do të tenton që të merr këta dy karakteristika të Zotit, madhështinë edhe kryelarësinë, atë Allahu e shkatron sepse janë tipare, janë karakteristika, janë cilësi që nuk i takojnë as kujt tjetër veç madhnisë së Tij subhanahu wa taala. E kjo për individ, e për popull edhe më tepër. Dhe për këtë shkak njëra prej ngushëllimeve që është i mbushur Kurani me to për popujt e shtypur janë këto ajete që tregojnë se si Allahu i Madhëshëm i shkatron popujt zullumqar, kriminal, arrogant, mendjemdhej, jo besimtar. Edhe në këtë rast e kemi njëjtë situatën. Populli Themudit kishte fuqi teknologjike, ndërtonte shtëpiat në gurt edhe shkëmbit e vendit ku banonte aty, këtë kjo me tregu do thotë se na jemi të pamposhtun. E Allahu Dhul Xhelal nuk i shkatroi ata me bomba, e as me fortuna. Nuk i shkatroi me diçka që duhet me qenë fuqi më e madhe se ajo që kanë bërë ata. Po i shkatroi ata me britme, me zhurmë, me piskam. Edhe mbeten shtëpijat si janë, mbeten lagjet si janë. As një dru nuk u shkull, as një mur nuk ra, as një kulm, as një qati nuk u shkull. Këtë vendbanimi mbeti si është. E qoj Allahu Dhul Xhelal një ushtri që ata mas paku e pritnin. Zhurmë, zon. Edhe gjithë ata i shtriu për toke të gjynzuar i mbyti. E kjo është fuqia Allahut subhanahu wa taala. Edhe andaj këto ajete për përfundimin e popujve zullumqar janë ngushëllimi më i madh për popujt e shtypur. Megjithëse Kurani është gjithashtu përplot me ajete dhe Islami me përplot me argumente që kërkon për popujve të shtypur që ata të mos nënshtrohen, edhe të mos dorëzohen, por të veprojnë, punojnë, të aktivizohen, edhe të japin mundin dhe angazhimin për të ndryshuar gjendjen e tyre. Dhe nëse ka nevojë në rrugën e ndryshimit të gjendjes së tyre, edhe të sakrifikojnë. Edhe kështu janë gjithë domethënë përballjet e pejgamberëve me popujt e tyre dhe përballjet e besimtarëve me jo besimtarët janë në këtë natyrë. Natyrës së përplasjes, konfliktit, luftës dhe sakrificës. Edhe pejgambimeve më të mëdha që sot fatkeqësisht tentohet her pas here të jepet edhe ngjyrë fetare, dorëzimit dhe nënshtrimit dhe mos veprimit për ta ndryshuar gjendjen. Megjithëse na gjithë e dim ajetin kuranor në surën Ar-Ra'd, ajeti 11, që është moto shumë e rëndësishme dhe e madhe e Islamit, se Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë vetveten e tyre. Andaj veprimi për ndryshim brenda teje dhe pastaj veprimi jot për ndryshim rrethit ku jeton ti
është parakusht për ndryshimin e gjendjes tonë. Nuk mundet me na ndryshu gjendja jo nëse na rrim indiferent karshi situatave dhe rrethonave që na vinë. Andaj na edhe brenda nesh duhet me punu vazhdimisht për ta ndryshuar veten për ka më e mira, po edhe në rrethet ku jetojmë na duhet me ndryshu, me dhon kontributin ton për ta ndryshuar për ka e mira, e pastaj e presim ndihmën e Allahut dhe përkrahjen e tij. Po edhe kur s'ka njerëz të këtill, zullumin momentin që shtohet, Allahu dhu xhelal, siç thënë ulemat, çdo faraonit ja çon një Musa, dhe çdo Nemrudit ja çon një Ibrahim. Edhe çdo zullumçarit ja çon një njeri që bëhet shkak për shkatrimin e tij, siç ka ndodhur në historitë e pejgamberëve në përgjithësi. E tani shifni, ky popull me këtë zhvillim ishte përgatitur për të gjitha situatat, mirë po Allahu i madhëshëm kur e vendosi mi shkatrua ata, tha fema aghna anhum ma kanu yaksibun, as pak dobi nuk u bëri këtë ajo që kishin akumulu prej forcës, prej autoritetit, prej pushtetit, prej pasurisë, prej ushtrisë, su bëri dobi. Për shembull, çfarë dobie mundet mi bën një ushtrie gjigante madhështore sot në botë që ka me 10.000 aeroplana, që ka me 10.000 helikoptera ushtarak, luftarak, që ka do më dhëtë aeroplan mbajtëse të shumëte, që ka anije në ndetëse me armë nukleare. Nëse për shembull vjen shkatrimi i ati vendit, ati popullit me brit, me zhurmë, si ka mu mbrojt të e prej këtyre? Nëse sulmon ti me rakete, e mbrojt me rakete. Nëse sulmon me aeroplan luftarak, mbrojt me aeroplan luftarak, ose me raketa për shembull kundër aerore. Ama nëse të vjen zhurma, e cila do më thonë të mbyt, çish kemi mbrojti? Ose për shembull ajo që ndodh tani, kur vjen një uragan. Ti s'mundesh me ushtri me umbrojt nga uragani. Nuk dhes, nuk ndihmon asgjë. Ushtria mund me sospun masit kaloje uragani, ta boje kërdin, ta boje shkatrimin, e atër po ushtria mundet me dalë edhe me i sanu damet. Ama në momenti kur vjen uragani, s'ka mund si asë një ushtri me të një mund. Për këtë shkak, nëse i shikojmë gjërat në këtë prizm, atër neve na shtohet bindja në madhinë e Zotit dhe fuqinë e tij, dhe na shtohet mbështetja në Allahu subhanahu wa taala. Dhe normalisht na shtohet krenaria dhe na shtohet vullneti për të punu në shërbimin e Islamit, sepse fundit e shohim na me sytë e ballit, ashtu sikur se duhet t'i shohim me sytë e zemrës, me sy bindjeje, se askush nuk ka mundësi mi dalë karshi Allahu të madhëshëm dhe vendimeve të tija. Andaj, në prizmën e këtij ajeti kuranor, Allahu dhulal në Kur'an shpesh herë na është drejtu neve dhe na i ka dhonë këto mesazhe. Shifni në surën Ghafir, ajeti 82, ka thotë Allahu dhulal. Ajet që na kemi nevojë me analizu për të kalumen, që me kuptu edhe sotshmën, sidomos tani kur shohim për shembull se zullumi, agresorët, zullumçarët, tiranët, terroristët bëjnë kërdin në mesin e muslimanëve. Dhe ngelemi na pafuqishëm për të ndihmuar atyre në probleme që kanë, sikur se është rasti konkretisht në Palestinë dhe në Gaza në veçanti, edhe të kap një lloj zhgënjimi edhe një lloj humbje e shpresë. Do thotë, kjo luftë e kot ne s'mund të fitojmë, edhe nëse edhe sot dështojmë, një Zot e din a kena me fitu ndonjëherë ajo. Kësi lloj përshtypjesh, zhgënjimesh, dëshprimesh, muslimanët kanë pas shpesh në historisë islame. Nuk është rasti i parë. Edhe kur e ka shiru Salahuddin Ayyubi, rahimullahu taala, Kutsin, në kohën e tij, gjendja e ummetit islam ka qenë e ngjashme si sot. Edhe atëherë 100 vjet përpara parafërsisht, muslimanët kanë qenë të sobtum, kanë bashkëpunuar me armiqt kundër vllaut vet, secili ka luftuar për karikën e vet, kanë qenë mbretërit e ndame,
Gjithashtu në atë kohë Ubejdijunët, Fatimijunët, do thot parasit e shiitëve rafidhit që janë sot në Iran e në vende tjera, edhe ata kanë bashkëpunu me armisht e islamit kundër muslimanëve. Njëjtë situatë ka qenë. Mirë pa ata nuk janë dëshpru, nuk janë zhgënjy, përkundazi e kanë hulumtu ku është mangësia, ku është defekti, ku është dopsia, i kanë sanu, i kanë korrigju ato gabime, edhe dal nga dal kanë punuar për t'i evitu ato gabime, për t'i korrigju ato gabime, dhe normalisht hap pas hapi, tu forcu, tu plotsu, tu bo ma mirë, edhe vjen momenti që ata e rikthejnë Jerusalemin Kudsin në gjirin e muslimanëve. Shifni këtë ajet kuranor, ta lexojmë bashkë edhe të ndalemi të meditojmë rreth këtij ajetit për të kuptuar se nëse të kalumen ka qenë kështu, nëse edhe sot është si ka qenë të kalumen, ka me ndodhë edhe me këta ajo që ka ndodhë me ata në të kalumen. Thotë Allahu Dhul Jalal, afalam yasiru fil ardi, pse ata nuk ecin mbi tokë, fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim, e të shohin se ishte fundi atyre që ishin para tyre. Se është një fjali popullore që përdoret ma ambël qeshet ai që qeshet i fundit. Nuk duhet me i gjyku gjërat prej fillimit të tyre, e as prej fazës zhvillimore, po gjërat gjykohen për fundin, për nga fundi të tyre. Edhe andaj të presim e të shohim kujt kam i taku fundit. Andaj Allahu i madhëshëm që thot, pse ata nuk ecin mbi tokë e të shohin si ishte fundi i atyre që ishin para tyre. Kjo ajet i është drejtuar muslimanëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pre atëre deri sot kanë kaluar 1400 vite. Ky ajet tash kur e lexojmë na, kjo na flet neve. Edhe na thot, pse nuk esni mbi tokë? E shifni vende të ndryshme, vendbanime të ndryshme ku kanë jetu popull të ndryshëm, edhe të shifni se e kanë pas fundin e tyre. Po, shko në Rom, shive Kolesiumin në Rom, edhe ktheje lentën mas 2000 vjetë, perandoria romake. Shkon Konstantinopol, në Istanbul, shkon Damask, që ka qenë selit e perandorisë romake, bizantine. Para 2000 viteve, ata kanë sundu një pjesë të madhe të botës. Pastaj shkon Persi, që kanë sundu një pjesë tjetër të botës. Pastaj shkon në perandorinë kineze të lashtë. Pastaj shkon ma thellë në histori, tek faraonët. Pastaj të Nemrudët, mbretërit e Mesopotamis, edhe i shef vendet, edhe e kupton historinë e tyre, se ata kanë qenë dhe pastaj janë zhduk. Sheve tani përshkrimin kuranor, kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardh. Ata ishin shumë ma shumë se ju në numër, ishin shumë ma të fuqishëm se ju, dhe kishin lanë gjurë ma të mdoja se ju. Po, për shembull piramidat janë me 1000 vite. Edhe shumë, domethënë, mbetje historike prej kalajave, prej vendbanimeve të perandorive të mëhershme kanë ngel hala si argument, mori kinez e kështu me radhë, si argument të fuqisë e tyre. Edhe andaj t'i shkon edhe i shef, edhe e lexon këtë ajet kuranor. Ishin ma shumë se ju në numër, ma të fuqishëm se ju fizikisht, edhe lanë gjurë ma të moja se ju. Se ju e shefni në keq që ka bëjmë ne sot, qytetërimi sot, është për përdorim afat shkurt. Nuk mund është me gjetë diçka që ka përdorim afat gjatë. Si kurse ka ndodhë, do më thonë, me prodhimin qytetrues dhe civilizues të civilizimeve të vjetra. Andaj, ky ajet i përshkruan ata. Kanë qenë ma shumë se ju, ma të fortë se ju, dhe kanë lënë gjurë ma të mëdha se ju.
Mirë për momentin që ka vendos Allahu me i shkatru ata s'kan mujt me rezistu vendimit Zotit dhe asgjë prej asaj fuqie që kanë pas ata, prej atij numrit madh të njerëzve të banorëve që kanë pas ata, prej atyre fortifikatave që kanë ndërtu ata, s'kan mujt mundimu ka shi vendimit të Allahut, fema aghna anhum ma kanu yaksibun, këtë ajo që ata kishin arritur nuk u bënte dobi përballë vendimit të Allahut subhanahu wa taala. Nëse ju kujtohet në mësimin e kalum, e përmendëm fema aghna anhum ma kanu yaksibun, nuk bënte dobi atyre asgjë ajo që kishin fitu, thamë në mbizone për të kuptuar se çka kanë thonë ulemat e tefsirit. Për shembull, Imam Ibn Gjariri në tefsirin e tij e përmend se gjunat që kishin bë ata, domethënë ishin shkak për shkatrimin e tyre dhe normalisht nuk kishin fuqi me ndihmue përballë dënimit të Zotit. Kurse Imam Ibn Kathiri rahimullahu taala thot shfrytëzimin që kishin bë ata tokave të veta, bereqetin që kishin përdorur për vete, edhe ujin që kishin përdorur për tokat e veta dhe bereqetet e veta dhe e kishin privuar me automatizëm, më thonë, devën nga konsumimi i ujit, derisa ju duk se kjo deve është ja marrë pjesën më të madhe të ujit, edhe e therrën, këtë kjo që e bën ata për të pas pasuri më tepër edhe për të pas bereqete më tepër, kur erdhi vendimi i Zotit nuk u bori dobi as pak karshi vendimit të Allahut xhall. Edhe sot kjo neve na ndodh shpesh herë kur njerëzit habiten mas dunjas, mas pasurisë, mas famës, mas pushtetit, edhe i shkelin urdhnat e Zotit dhe thënë vetvete të bëj parë, masëne unë kthena ka Zoti. Ta marr pushtetin, masëne unë rregullona me Zotin. Kështu dikush e mashtron vetveten. Të bëj parë, edhe pse ndoshta bëj hile të bëj parë ose e lo masdore fenë e Zotit, kur të bëj parë atë kthena te Zoti. Pikpyetje amrin ti mu kthit te Zoti. Ose ai tjetër do të marr pushtetin e masëne kur ta marr pushtetin e shërbej fenë e Zotit me pushtetin që kam unë. Edhe këti i thuhet e njëjta pikpyetje, a do kesh jetë më u kthit te Zoti masi e merr pushtetin. Andaj ashtu sikur se popullit të Salihut, popullit të Themudit nuk u bëri dobi krejt kjo që bën ata për të pas pasuri, për të pas fuqi dhe normalisht për krejt të arsye edhe e therrën devën edhe e mbytën atë, do thot Allah i madhëshëm kur e solli vendimin e tij nuk u bëri dobi karshi vendimit të Allahut xhelal. Imam Ibn Ashur në tefsirin e tij thot nuk u bëri dobi ajo që kishin ndërtu për shtëpijave të tyre të mëdhaja nga guri, megjithëse kishin bërë shumë të mëdhaja, shumë të forta, shumë të bukura, kur erdhi vendimi i Allahut xhelal, ajo nuk u ndihmoi as pak atyre përballë vendimit të Allahut xhelal. Kurse Imam Bukaiu rahimullahu taala thot as shtëpijat e tyre, as punët e tyre, as numri i tyre e as teknologjia që kishin nuk u bëri dobi karshi vendimit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo për me kuptu se Allah i madhreshëm kur ka folë në Kur'an me këto terme shpesh herë të me kuptim të përgjithshëm, s'ka qenë e rastishme, po për me dhonë mesazhin e thellë edhe shumë përfshirës. Megjithëse flasim për një ndodhi që ka ndodhur para shumë mija viteve, e njëjta situatë është sot. Ka ndryshuar rrethonat, ka ndryshuar kushtet, ka ndryshuar detajet, ama gjendja është e njëjtë. Edhe sot njerëzit mbështeten në forcën fizike, në pasuri, në pushtet, për me tregu se janë të fuqishëm. Megjithëse na vazhdimisht e kuptojmë për shumë shembujve se forca fizike, ushtarake, ekonomike nuk është kushti i vetëm për fitore. Ma e madhe se kjo është kauza e drejtë dhe vlerat morale që mbrohen në një rezistencë. Këtu janë më të mëdha se sa forca ushtarake. Edhe na musliman shpesh herë në kohën e fundit
fillojmë me ranë në ndikimin e materializmit, edhe jo besimtarve, edhe me ju mbështet ma shumë anës materiale, ekonomike, fizike, konkrete, se sa asaj imanore, shpirtnore. Na nuk themi se s'ka nevojë muslimani mu përgatit për ballafaqim ushtarak, jo, ama nuk është kryesore. E para është besimi, vlerat morale, kauza e drejtë, pastaj normalisht kur ta kesh edhe përgatitjen ushtarake, atë sigurisht se ti do jesh triumfues në ato betejë. Ama nëse i ki të gjitha anët materiale, po se ki kauzën e drejtë, nuk i ki vlerat morale, atëre, edhe nëse e fiton një betejë, kemi fitu betejat më të rëndësishme, kemi humb betejat më të rëndësishme se sa fitore e kësaj betejës materialiste. Për atë shkak, Allahu Dhu Gjelal në përmes këtyre ajeteve na jep këto mesazhe, që ojë njerëz në procesin e zhvillimit tuaj të gjitha segmentet, kur njëherë mos harroni kauzën tuaj që tjetë kauza e drejtë. Për shembull, nëse një popull ka vuajt nga zullumi i një agresori zullumqarit, edhe pas një sakrivicet vazhdueshme, dekadash, shekush, arrin triumfin ndaj atij popullit agresor. A duhet me ja kthy zullumin e kaluar me zullum në të ardhmen? Jo. Se nëse fillon ti t'ja kthesh zullumin e tij ndaj teje me zullum të ri, ti bosh si ai. Edhe andaj zhvillimi i muslimanëve në shekujt e parë të Islamit ka dhënë modelin e habitshëm për këtë botën. Asnjëherë musliman nuk janë hakmar ndaj pushteteve ose perandorive që kanë qenë përreth tyre, që kanë bërë zullume të mëdha ndaj muslimanëve. Ata kanë luftuar ndaj tyre derisa i kanë poshtë. Momenti që i kanë poshtë ato perandori, askujt si ka shku mendja mu hakmar. Përkundrazi, ata kanë bërë amnesti totale dhe kanë shikuar përpara. Edhe andaj ku kanë ardhur për shembull ata në ato shtete, i kanë marrë edhe i kanë çuar përpara dhe i kanë ndryshuar tërësisht. Për shembull Mekë, kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithse atë e dëbojnë nga Mekja, largohet nga Mekja nga frika e vrasjes, atentatit, edhe mas do thot 10 viteve kthehet, 9 viteve kthehet në Mekë dhe futet në Mekë si triumfues. Nuk ja merret gjithë atyre njerëzve që secili prej tyre e ka pas të përlyer dorën me zullum ndaj ndonjë muslimani që ka jetuar në Mekë. Po edhe ndaj vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përkundazi shpalli amnesti totale. Pse nuk shohim në të kalumen, shohim të ardhmen. Edhe nuk lejojmë na të bëhemi sikurse jo besimtarë dhe zullumqtar. Sepse parim i rëndësishëm i Islamit është drejtësia. Edhe lufta që bëhet mes muslimanëve dhe tjerëve është që t'i jepet mundësia të sundon drejtësia. E të shohin njerëzit pastaj sa i mirë është Islami. Edhe ju e vërejni tani sa luftë e egër bëhet që të mos i jepet mundësia të sundon Islami. Pse se në momenti që ai do ketë pushtet, ku do qoftë ajo, në një fshat të vogël me qenë, do jep modelin, do jep shembullin se si ku ka Islam, aty ka drejtësi për gjithë musliman dhe jo muslimat. Edhe ata insistojnë që mos më dhonë pushtet askund muslimanëve. Edhe megjithse muslimanët i përdorin mekanizmat e perëndimit, siç është sistemi demokratik i zgjedhjeve, edhe atëherë kur fitojnë muslimanët shumicën e parlamentit dhe qeverisë nëpërmes sistemit demokratik, edhe aty ata ndërhyjnë dhe marrin pushtetin muslimanëve dhe lejojnë që të udhëhiqet e shtet nga hunta ushtarake me diktatori ushtarake, sikur se ka ndodhur në shumë shtete, domethënë muslimane. Pse ndodh kjo? Sepse nëse e marrin muslimanët pushtetin edhe instalojnë sistemin e Islamit, sistemin e drejtë të Islamit, ai bëhet shembull
model I gjallë I islamit që na e tregojmë teori, edhe nëse tregohet edhe praktikisht suksesi I këtij sistemi të drejtë islam, atëherë normalisht ka me qenë model I kërkuar për popujve tjerë, edhe ka me I dhonë hovin e përhapjes islamit anë e mban globit botnor. Dhe për këto arsye ata e pengojnë të gjitha format e mundshme, do thotë kalimin e islamit nga teoria në praktik, dhe çdo herë që muslimanët mundohen të jenë të kapur për islamin dhe të jetë piknisja e zhvillimit të islamit, ata e pengojnë. Neve koha që kishim disponim na përfundoj, megjithëse metën edhe disa mësime dhe porosi që mund të merren nga këto ajete kuranore, por na këto do të ndalemi që inshallah taala në dersën e ardhshëm të vazhdojmë me ajete të tjera që I kemi domethënë në të zgjedhura për të I përmendur para jush si pjesë e ajeteve kuranore që flasin për rrëfimin e Themudit, popullit të Salihut alayhis salam. Do thotë ato janë sureja e Shuara. Në surën Shuara ka 19 ajete. Inshallah në dersën e ardhshëm do të kalojmë në ajetet e surës Shuara dhe do mundohemi që edhe aty të ndalemi për të zbërthyer një nga një, për të nxjerrë në shesh kuptimet e këtyre ajeteve kuranore. Pastaj do vazhdojmë me sura të tjera, sikur është surën Naml, Al-Qamar e kështu me radhë, të grumbullojmë ajete që flasin për rrëfimin e Salihut në Kur'an, që pastaj të kthehemi pjesës historike të ndodhive që ka ndodhur me Salihun alayhis salam dhe popullin e tij, për të nxjerrë gjithashtu mësime dhe porosi të rëndësishme për ne si musliman që jetojmë sot dhe që kemi mbi supet tona një amanet shumë të madh, ajo është përcjellja e mesazhit të islamit tek gjithë popujt e botës në përgjithësi, sidomos te ata domethënë anëtar të popullit tonë që kemi këtu afër, atyre që janë musliman, po edhe atyre që nuk janë musliman, që të ofrojmë mesazhin e islamit dhe ta kuptojnë atë drejt e pastaj kush don le ta pranon, kush don le ta refuzon, po mos ketë argument nesër para Zotit e të thotë se unë e refuzova pa e ditë. Po të arrijmë në sukses ta përçojmë mesazhin e islamit të gjithë njerëzit, e të mos ngelet asnjëri pa e kuptuar, do thotë thellësinë e këtyre mesazheve kuranore, mesazheve të islamit dhe rëndësinë që kanë ato për zhvillimin e jetës së njerëzimit në këtë tokë. Lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu të na jap jetë të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami për të marrë të mësime dhe porosi. Allahu i Madhëshëm na bashkoft me pejgamber të Allahut në përgjithësi dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në veçantë në gjendër